Shqipëria do të luajë një takim shumë të rëndësishëm kundër Anglisë, një takim I cili do të blej për kualifikueset e botërorit dhe sigurisht që gjithë vëmendja e shqiptarëve është pikërisht në këtë kompeticion të ri, sepse Shqipëria nëse mund të arritë të bëhet befasinë e madhe do të ishte për herë të parë në botëror dhe kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë tonë ndryshe nga evropiani, që ne shkuam në evropian herët e fundit, por ishte një histori e përsëritur pasi më parë kishim mbritur atje me Detbiazin. Përpara këtij takimi që ne do të zhvillojmë me Anglinë, do të bëjmë një intervistë me gazetarin anglez, me gazetarin Sam Matterface, I cili njëkohësisht është një komentator I Anglisë për shumë vite në mediat britanike, komenton ndeshjet e Anglisë atje, kështu që vetë Semi ka shumë për të na folur se I përket mënyrës se si shikohet Shqipëria atje, por edhe për vetë Anglinë. Hi Sam, how are you? I'm good. Thank you very much for having me on your program. I'm sorry that my Albanian is not very good. Thank you for being part of us. And in the first I will ask... Në fillim dua të them se në fakt un kam folur me shumë gazetar nga Anglia, por askush nuk ishte interesuar që të dilte dhe të fliste për ndeshjen me Shqipërinë. Jam kurioz, e shihni Shqipërinë në një nivel me Gibraltarin apo jo? In England, Albania has a Gibraltar, or No. I think the issue here is that England is very much preoccupied with the new manager, Thomas Tuchel, and what he is going to bring, what style of play he is going to bring, what sort of players he is going to use. He has called up some of the older players, and he suggested that he is only... Jo. Këtu ka një problem. Unë mendoj se në Angli janë shumë të prekupuar me trajnerin e ri, me mënyrën e re se si do të luajnë pas ardhjes Tuchel. Të gjithë janë kurioz të shohin se çfarë lojtarësh do të përdor ky trajner, se kush do të jetë stili I tij lojës, pasi ai e ka marrë këtë punë me një ambicie shumë të madhe. Do të fitojë botërorin. Është vetëm era e tretë që kombëtari anglisë merr një trajner të huaj, jo anglez, dhe pritshmëria është e madhe pasi ky trajner ka fituar Champions League-ën, pra ka shumë pritshmëri në të. Të gjithë presin që Tuchel ta dërgojë në një nivel tjetër Anglinë, dhe të mos kënaqemi vetëm me finalet që kemi kaluar më para, qoftë edhe në kohën e Southgate-it. Kjo është e gjithë historia, nuk është se po tregojmë mungesë respekti për Shqipërinë. Thjesht e gjithë vëmendja jonë është përqendruar te kjo Angli e re. Ne e dim që ndeshjet do të jenë të forta, por Anglia duhet të kualifikohet për në botëror. Kemi shumë lojtarë në kalibër të lartë. Më shumë janë njerëzit jashtë vendit dhe ju që mendoni se Anglia do ta fitojë lehtë këtë grup, duke u ndikuar nga disa statistika dhe të dhëna që sigurisht të bën ta mendosh këtë gjë. That's not the case. We know that the games are going to be competitive, but we do believe that England should qualify for the World Cup. England has just got to the European Championship finals. England has just got promoted back to League A. England has some world-class players and some very good players from a very big league. I think you think that England will win this group. I think most people outside looking in think England are going to win this group. But if you look at the record that England has over the teams that are also in it, that gives you an indication that they should be winning this group. Yeah. Por si e shikoni ju Shqipërinë në Angli? Çfarë shkruani për kombëtarin e Shqipërisë aty? Si e shihni këtë kundërshtar? Well, I think Albania are a team that we've seen a couple of times before. We have played them recently under Gareth Southgate in Tirana and at Wembley, so we know. E kemi parë Shqipërinë disa herë më parë. Jemi përballur edhe në kohën e Southgate. E kujtojmë atë ndeshje në Shqipëri-Angli, e cila u zhvillua në Tiranë. Ishte një ndeshje shumë e vështirë për ne. Nuk ishte fare e lehtë në fakt. Nuk ishte fare e lehtë ajo ndeshje për Anglinë. Nuk kemi shkruar shumë për Shqipërinë këto kohë, pasi kemi shkruar dhe kemi pasur shumë për të shkruar për këtë Angli të re, siç të thash edhe më parë. Ka shumë histori që kanë marrë fjalën e parë te kjo Angli. Ne e njohim potencialin e Shqipërisë dhe e pam atë edhe në Europianin e Gjermanisë. E dim që nuk do të jetë një ndeshje e thjeshtë. Unë mendoj se ju mund ta tregoni më mirë, por Shqipëria tani është në një kohë e cila është në tranzicion. Everybody saw them at the European Championships and knows that they are not going to be a pushover. But at the same time, this is an Albania team that I think, and you can tell me better,
is going through a bit of a transitional period and doesn't have all of the players that they would like at hand. Në mediat shqiptare ka qarkulluar një lajm që në Wembley pritet që të jenë rreth 25.000 tifozë shqiptar të paktën. Nuk e di, a do të befasoheshi nëse do ta shikonit këtë gjë në stadium? What a great atmosphere it would be if that was the case. I would be surprised, yes, because there's that many people that want to buy tickets for England games that usually it's sold out well before anyway. And this game is no different. Ndeshjet e Anglisë janë gjithmonë sold out. Biletat shiten të gjitha më parë. Por kjo ndeshje është një histori pak më ndryshe sepse biletat janë shitur shumë herët. Ka pasur sold out shumë herët. E dim që do të udhtojnë shumë shqiptar nga jashtvendit, por ka edhe shumë shqiptar të cilët jetojnë në Angli. Shumë tifozë shqiptar që kanë marrë bileta nga krahu i Anglisë, këtë ne e dim shumë mirë. Shqipëria ka shumë njerëz që jetojnë në jashtë territorit të saj zyrtare. Në Angli janë të regjistruar zyrtarisht rreth 70.000 shqiptar dhe kjo shifër në fakt është një shifër e shumë viteve më parë dhe sigurisht është në rritje të madhe dhe tani do të jetë të rritur shumë. E di që njerëzit kanë për ta shijuar këtë ndeshje. Sem, ti nje disa emra të Shqipërisë besoj, emra të lojtarëve të Shqipërisë. Cili prej tyre mund të ishte pjesë e kombëtares së Anglisë, nëse jo si titullar në stol? Pra kush nga lojtarët e Shqipërisë mund të ishte pjesë e kësaj kombëtare të Anglisë? Okay, interesting, because that's a very difficult question because I know that there is quality in the Albanian team, but the England team is very competitive, so much so that some even really good players have not made it into this England squad. Është interesante dhe një pyetje e vështirë. Unë e di potencialin dhe cilësitë e Shqipërisë, por Anglia është shumë kompetitive. Janë shumë emra të njohur të cilët nuk kanë mundësi të jenë pjesë e këtij ekipi të Anglisë kundër Shqipërisë. Për arsye dëmtimi, nuk është Trent Alexander-Arnold, nuk është Cole Palmeri, nuk është as Joe Stones, por sërish ne kemi një ekip me emra që janë shumë të frikshëm dhe me shumë kualitete. Madje edhe Sakai i Arsenalit nuk do të jetë gati për Shqipërinë me shumë mundësi. Unë mendoj se nëse do të ishte në 100% e tij më të mirë, Armando Broja mund të ishte lojtari i cili mund të ndihmonte Anglinë nga lojtarët e Shqipërisë. Përveç Armando Brojës, unë mendoj se edhe Marash Kumbulla, i cili më parë ka luajtur me Romën dhe tani është pjesë e Spanjolit, nga ajo që unë kam parë nga ndeshjet e Spanjolit këtë vit, Marash Kumbulla është një mbrojtës i pabesueshëm dhe mund t'i bënte punë edhe Anglisë. I've seen a terrific defender and those are in short supply. Në rregull, dhe nëse marrim një supozim se Anglia do të fitojë grupin, kush mendon se do të mbante vendin e dytë, Shqipëria apo Serbia? Difficult, and we don't know that England are going to win it. We expect England to win it, and I think that the smart money is on that. That's a really difficult question. Është e vështirë të thuash që tani se Anglia do të fitojë grupin. Pavarësisht se ne e presim që Anglia të fitojë këtë grup, është një pyetje e vështirë sepse Serbia dhe Shqipëria nuk kanë performuar mirë në Ligën e Kombeve. Nëse do të shikoje forma në përgjithësi, do të zgjidhje Serbinë, por unë mendoj se nuk ka shumë diferenca të mëdha mes dy ekipeve dhe çdo gjë do të jetë shumë e ngushtë. Kjo çështje me siguri do të zgjidhet në ndeshje direkte mes Shqipërisë dhe Serbisë, pra në ato takimet kokë në kokë. E imagjinoj që do të jetë një ndeshje shumë emocionale. Luajtëm me Serbinë Europian dhe fituam shumë ngushtë kundër tyre, 0-1, por në atë ndeshje ne nuk kemi qenë fare në ditën tonë dhe kemi luajtur shumë keq. By a goal to nil, but England were not at their best and Nikola Milenkovic was absolutely superb that night, kept Harry Kane very, very quiet, so they have some great players, but I think it's a toss-up. That second place is up for grabs. Cilin lojtar do të na jepë nga Anglia që të fitojë me Serbinë? Okay, we will loan you Cole Palmer. Okay, it's good. And the last question, how do you see the results of the... Dhe pyetja e fundit, si e shikon ndeshjen mes Anglisë dhe Shqipërisë? Cili mendon se do të jetë rezultati? I think they'll win relatively well. I think there's no disrespect to Albania here, but I think Thomas Tuchel's got a new group and is determined to set them on the path that leads them to the World Cup. I think that they'll play with a direct style, energetic,
Mendoj se Anglia do të fitoj, besoj se Anglia do të fitoj. Nuk është mungesë respekti ndaj Shqipërisë, por Tuchel ka një grup të ri dhe do të shkojë larg në botror. Do të fusi një filozofi të re dhe ka shumë pasion në punën e tij. E shikoj shumë të vështirë për Shqipërinë. Më parë ne kemi luajtur një futboll jo të mirë, një futboll të ngadalë shumë dhe me një qarkullim topi i cili nuk ishte ai më i miri i mundshmi. Me trajnerin Tuchel do të ndryshojmë filozofinë e lojës, mendoj. Do të jemi më direkt në lojë dhe më sulmues për të qenë pra më shumë produktiv. Anglia në fakt e ka një problem, nuk shënon shumë shpesh gola. Shënon një gol ose 2 gola dhe më pas kthehet mbrapa, qëndron dhe pret. Prandaj unë mendoj se ndeshja do të dali 2-1 ose 3-1 për Anglinë. Pra nëse do të jemi në natën tonë më të madhe, do të fitojmë më shumë. 1 or 2 and then come off. So I would say 2-0, maybe 3-0, but if they have a really good night, then we could be in for some fun. Okej, atëherë miqtë, koha shtesë, kjo ishte intervista me gazetarin Sem Ëndërfajës, i cili në ka bërë një analizë se përket ndeshjes që ne e presim me padorim. Gazetari u shpreh se Anglia ka një problem me shënimin e golave, nuk mund të shënojë lehtësisht gola dhe për këtë arsye ai pret që ky takim të përfundojmë rezultatin 2-1 ose 3-1 nëse do të jetë dita më e mirë Anglisë. Nga ana tjetër kemi bërë edhe disa batuta se përket ndeshjes Shqipëri-Serbi, ku teksa ne e pyesim nëse Anglia mund të japë një lojtar të mirë për ta siguruar për të mposhtur serbët, gazetari anglez shpreh se janë të gatshëm që të lirojnë Cole Palmerin për Shqipërinë që të mundin Serbinë. Do të jemi sërish në intervista të tjera, ndërkohë që po afron gjithmonë më shumë ndeshja me Anglinë, edhe ndërkohë ne duhet të përshëndesim edhe gazetarin Sem. Sem, thank you. Thank you very much. Good luck on Friday, and if hopefully England win, but after that, I hope you have a really good World Cup qualification campaign. Good luck. I know you want to get to the World Cup. Thank you.